Të dashur shqiptarë, siç keni vënë re, unë përdor parfume të shtrenjta për të larguar erën e rëndë që i vjen historisë së Shqipërisë. Historisë së Shqipërisë i vjen era mjalt, por asnjë nuk e di. E kam zbuluar unë. Nuk e dija nga vinte kjo erë. Në fakt, kam gjetur gjithashtu një burim tjetër të kësaj arome. Është aroma e qytetit të djegur Terponos, në Malin e Zi, i cili quhej Doklea, është shkurtim i fjalës Dioklea ose Diokles në variantin epik, Dioklea në variantin dorik, do të thot lavdia e Zotit, e Zeusit. Është emër grek, është origjina e familjes Dokle, të cilët mendojnë se kanë origjinë serbe sepse Mali i Zi është quajtur Dukle. Por ky është emri slav, emri Dokle origjinal, i lirë, dhe i lirët flisnin greqisht. Nuk e ka ditur asnjëri, absolutisht. As Jokli, as Majri, as Pederseni nuk e dinin, dhe as grekët sot nuk e din që i lirët flisnin greqisht. Ky ndryshim fonetik nga Dioklea në Doklea ka ndodhur në gjuhën ilire dhe në gjuhën prygase, në epir, që ka qenë një variant tjetër helen, i folur në Azinë e Vogël, zbulimi im i papritur. Pra keltët në Iliri, prygasit, flasin një dialekt që quhet dialekti epik. Çfarë është dialekti epik? Është dialekti poemave të Homerit. Në gjuhën e prygasve, brindos, brini në shqip, koka e drenit, është pa formën e trajtës së shquar. Në greqisht është ho brindos, koka e drerit. Është e njëjta gjuhë, greqishtja me dialektin epik, i lirë. Thjesht i lirët nuk përdorin formën e trajtës së shquar, zbulimi im. Kjo gjë vihet re tek gjuha mesape, që është gjuhë greke nga Mesenja, e Spartës, të dashur shqiptar, dhe është qyteti në Vlorë Mesaplik. Është një fshat i vogël, është emri mesapëve. Dhe ata lëvizën për në Itali dhe kanë lënë në përshpella mbi shkrime në gjuhën greke, por jo greqishte si atikës, është një greqishte tjetër. Pra fiset ilire flasin greqisht. Zbulimi im, komplet i papritur, i paparashikuar. Unë po lexoja për qytetet ilire që ka djegur Oktaviani në luftën kundër ilirëve, dhe është qyteti Terponos. Terponos është krijuar një lloj si Albanos, Dardanos, janë të gjitha emra grek. Emrat e shqiptarëve janë emra grek, që grekët nuk e dinë. Grekët kujtojnë se shqiptarët kanë ardhur nga Kaukazi. Këta janë kolon grek nga Kolkis i Kaukazit, të rivendosur në Iliri. Albanët janë grek pontik. Përdornin të njëjtën shqiponjë me një kokë, shqiponjë bardhë, shqiponjë albanëve në kryeqytetin e tyre Albanion, që u bë Arbanion, po ashtu dhe albanët në Arban e kthyen Albania në Arbanon, një lloj. Po në mënyrë të pavarur këto ndryshime, por identike me njëra tjetrën. Dhe gjuha shqipe është shumë e ngjashme me dialektin dorik. Por gjuha shqipe nuk është gjuhë greke. Pra kemi element të greqishtes në shqip, por gjuha jon është gjuhë tjetër. Ndoshta do ta shikojmë, por deri tani gjuha shqipe nuk është gjuhë greke, e sigurt. Fjalët ilire që kemi ne i kemi si nën shtresë të ilirëve, por që nuk jemi ne, e kuptoni apo jo? Tani emri i qytetit Terponos vjen nga folja terpo, që do thot kënaq. Është përdorur si metaforë Terponon në Iliad, kur Akili vajton për Patroklin dhe Akili kërkon
që të kënaqet në vajtimin e tij. Të ngjethet mishi. Akili kërkon kënaqësi të plot për të qarë. Edhe unë shpesh e kam ndjerë këtë kënaqësi për të qarë, kur kam zbuluar këto të mere të Shqipërisë. Ta dheu tim, që mendoja se ishte shqiptar, por na del që romakët kanë luftuar me grek. Jo me shqiptar. Po a them këtë me dhimbje shumë të madhe. Është një lajm shumë të rënditës. Romakët kanë luftuar me grek. Për atë Zot që është në qiell, ju them të vërtetën, nuk dua t'ju mashtroj. Si u bë ky zbulim madhështor? Zbulimet e mia që të gjitha janë personale. Prandaj, emri Terpo është shumë i famshëm në Dibër. Përse do thoni ju? Kanë ardhur shumë mysafir në Dibër të punojnë atje, intelektual. Dhe një nga këto familje ishte familja Terpo. Njerëz shumë dinak, kuptohet, por shumë të zgjuar. Dhe na del që familja Terpo është familje minoritare. Dhe është familje e ngushtë. Ka lidhje të ngushta me një familje tjetër minoritare në Dibër, familja Bejleri. Unë nuk e dija fare që Bejleri dhe Terpo janë që të dyja me origjinë minoritare. Janë shqipfolës, por nuk janë shqiptar. Janë grek, ashtu e quajnë veten e tyre. Dhe në kohën e regjimit komunist, këta grek kanë bërë karrierë të shkëlqyer. Regjimi i Enver Hoxhës i liroi grekët që të bënin karrierë. E pabesueshme. Prandaj bëra këtë zbulim. Familja Terpo, unë jam një njeri shumë i mirë, shumë i dashur. Nuk i kam bërë kujt asgjë të keqe. Por kjo është një familje shumë e urryer në Dibër, familja Terpo. Dibranët i urrejnë deri në palës këta minoritar, pa e ditur fare që këta minoritar, thjesht nga veprimet e tyre të poshtra në Dibër, gjatë regjimit komunist. Dhe nuk më hiqet nga mendja familja Terpo, do mbetet aty derisa të vdes. Pra kaq e poshtër është kjo familje, kaq gjëra të këqija kanë bërë ata në Dibër. Po ashtu dhe familja Bejleri. Ka qenë prokuror në Dibër. Bejleri ka futur në burg Dibran të pafajshëm. Pra këto dy familje ishin shumë të lidhura me njëra tjetrën dhe askush se dinte, dhe se di, ju them gjithëve Dibranëve sot, këta qena janë qena grek, shqipfolës, Bejleri dhe Terpo, këta qena që kanë sënduar Dibranët. Dhe ishin të lidhura bashkë këto dy familje. Pra, unë nuk mund të harroj kur mbi emrin Terpo, mbi emrin më i urryer në Dibër. Pra Terpo vjen nga gjuha greke, do të thotë kënaq. Sjell kënaqësi. Dhe është përdorur si metaforë në Iliad që Akili ndjente një kënaqësi të thellë që të qante për Patroklin. Donte ta kënaqte këtë dhimbje. Shumë metaforë e bukur, të kënaqësh dhimbjen. Po vetëm Homeri bënte gjëra kaq të bukura. Grekët. Ne themi, grekët kanë marrë nga ne, sa turp. Qyteti në malin e zi të dashur shqiptar Terponos, do të thotë kënaqësia e vajtimit, është metaforë e Iliadës që se ka lexuar absolutisht asnjë shqiptar. Asnjë shqiptar s'ka lexuar Iliadën në origjinal, sepse atë se kuptojnë grekët. Dhe grekët nuk e dinë, edhe sot e kësaj dite çdo të thotë Terponos, kënaqësi e të qarit, që e kam unë kur qaj nga një herë kur bëj ndonjë zbulim të llahtarshëm. E ky është zbulim shumë i tmerrshëm, sepse
Ilirët e Malit të Zi janë konsideruar ilirët e vërtet nga Plini i Vjetër, por ai thotë që këta janë grekët e dikurshëm. Lexojeni Plinin e Vjetër në latinisht, o kok derra. O derra. Nuk si jeni njerëz ju, jo jeni derra që s'keni lexuar asgjë. Jo s'keni lexuar revistën Iliria, si s'u vjen turp, si nuk u vjen mare, more. Si i thua vetës intelektual që ti s'ke lexuar revistën Iliria të botuar në vitin 1971, atëherë kur unë isha 1 vjeç. Si nuk të vjen turp, o shqiptar, o drilon. Terponos, kënaqësia e të qarit, e të vajtuarit, e dhimbjes. Nga folja terpo, e mënyrës dëftore, terpo me gëzohem në greqisht, të dashur shqiptar. Është emër grek, çdo gjë, çdo emër ilir, po është e tmerrshme, po t'ishte të paktën kelt ose gjerman ose francez, jo grek. I gjithë gadishulli ilirik ishte grek dhe këta nuk janë, dëgjoni me kujdes, këta nuk janë sunduesit e gjoja shqiptarëve penes, sepse gjuha shqipe nuk ishte krijuar akoma. Është krijuar mbas rrëzimit të perandorisë romake. Shqiptari Driloni e kthen kabalus në kal, medicus në mjek, amicus në mik. Dhe shqiptari degeneron gjuhën shqipe. Mëngjes, mjes, shtëpi, shpi. E gjuha gege monosilabike është gjuhë drilonash. Driloni, koka drilonit, nuk mund të shqiptoj më shumë se sa një rokje, është e pamundur. Driloni. Pra, çka ka ndodhur në Shqipëri? Njeriu është kthyer në majmun. Pra Zot që është në qiell. I shkurton fjalët shqiptari, nuk arrin dot t'i shqiptoj fjalët greke, 3 rokshe. Dhe si mund ta krijonte shqiptari fjalën terponos? Pa mendoni një herë. Mendoni, Driloni, si do e krijonte? Tani ne marrim historinë e qyteteve greke, more, në Dalmaci, në Dioklea, në Malin e Zi, o Drilon, dhe themi është historia e Shqipërisë. Domethënë, jemi bërë objekt tallje e gjithë botës. Është një lloj sikur indigjenët e Australisë të thonë që historia e tyre është historia e mbretit anglis që ishte me origjinë australiane. Po, mbretja i anglis ishte nga Australia. Ja, kjo është logjika e shqiptarit. Indigjeni shqiptari që mblidhte dardha dhe hante dardha dhe krijonte fjalë një rokshe, ai nuk e di ç'do të thotë qyteti Terponos, kënaqësia të qarit, metaforë e bukur e Homerit. Shqiptari kujton se greku i ka vjedhur atij pikërisht historinë se shqiptari po mblidhte dardha në Terponos dhe është atij qyteti sepse dardhat e egra që i bëri të buta pastaj shqiptari. Pikërisht shqiptari i ka shpikur dardhat. Me siguri fjala dardan do t'jetë shqiptare. E pra dardanit i vjen pak herë rëndë. Sepse fjala darda në greqisht do të thot mut. Mirë pafshim, të dashur shqiptar, të dashur, nuk e di çfarë të them, çfarë jeni ju. Terponos, në Malin e Zi, është qytet grek dhe romakët nuk kanë luftuar me Ilir, sepse Ilirët po mblidhin dardha, romakët kanë luftuar me grek. Kjo është historia e Ilirisë. Lufta greko-romake. Jo shqiptare romake, se shqiptari akoma s'kishte lindur. Ishte në procesin e shkëputjes nga dardha. Miru pafshim,
në filmat të tjerë shkencor të dashur gjyqtar madhështor.